Aktorët e njohur të serialit Qyteti i Largët, Alper Çankaya, Atkan Oskaya dhe Nihat Altinkaja, u përfshin në një debat të shkurtër gjatë një mbrëmjeje në një zonë turistike. Sipas raportimeve, incidenti ndodhi pasi grupi u largua nga lokali ku argëtohej. Dyshohet se aktorët kishin thirrur një taksi për t'u larguar, por situata u tensionua kur disa persona të tjerë tentuan të hipin në të njëjtin taksi. Në atë moment, Nihat Altinkaja reagoi i irrituar dhe nisi një debat verbal me personat e pranishëm. Kamerat filmuan edhe momentin kur Atkan Oskaya u drejtua drejt palës tjetër gjatë përplasjes. Fatmirësisht, situata nuk u përshkallëzua në konflikt fizik. Pas ndërhyrjes së personave të pranishëm, palët u qetësuan dhe debati përfundoi brenda pak minutash. Pas incidentit, aktorët hipën automjetet e tyre dhe u larguan nga vendi i ngjarjes pa probleme të tjera. Ndërkohë, është konfirmuar se Alper Çankaya nuk do të jetë pjesë e sezonit të ri të serialit Qyteti i Largët, ku rolet kryesore vazhdojnë të interpretohen nga Ozan Akbaba dhe Sinem Unsal. Pas suksesit në serialin Një dashuri, aktori i njohur Dogugan Günger rikthehet në ekran me një projekt të ri. Ai do të jetë protagonisti i serialit Dinjiteti, një nga produksionet më të shumëpritura të sezonit të ri në Kanal D. Produksioni prezantoi pamjet e para nga xhirimet e posterit zyrtar, ku vure menjëherë harmonia mes dy aktorëve kryesor, Dogukan Günger dhe Meri Öztürk. Gjatë fotosezonit të dy u shfaqen mjaft afërt, të buzëqeshur dhe me një energji pozitive, duke krijuar përshtypje shumë të mira te publiku. Pamjet nga prapaskenat zbuluan atmosferën e ngrohtë gjatë xhirimeve. Dy aktorët biseduan, qeshën dhe u panë së bashku në fotografitë e realizuara, duke treguar se mes tyre ekziston një bashkëpunim i shkëlqyer. Historia do të fokusohet te marrëdhënia mes personazhit Mehmet, i interpretuar nga Dogukan, dhe Simai, të cilën do ta luajë Meri. Lidhja e tyre pritet të jetë në qendër të ngjarjeve dhe një nga elementët më emocionuese të serialit. Me pamjet e para dhe kimin mes protagonistëve, Dinjiteti ka zgjuar tashmë interesin e madh të publikut dhe pritet të jetë një nga serialet më të ndjekura të sezonit të ri. Aktoria e njohur turke Selin Shekreqi është shfaqur së fundmi në koncertin e këngëtares Sheval Sam, i mbajtur në skenën e hapur verore Harbiye në Stamboll. Gjatë bisedës mes gazetarëve, ai ndau një lajm që e kishte pritur prej kohësh. Pas një kërkimi të gjatë, Selin konfirmoi se më në fund ka gjetur shtëpinë që dëshironte. Megjithatë, ajo ende nuk mund të zhvendoset, pasi banesa është në proces rinovimi. Aktoria tregoi se prej 6 muajsh vazhdon të mos ketë një banesë të përhershme, duke e përshkruar këtë periudhë si të lodhshme dhe sfiduese. Ajo u shpreh se mezi pret përfundimin e punimeve, në mënyrë që të vendoset sa më shpejt në shtëpinë e saj të re. Deklaratat e Selin Shekreqi troqën vëmendjen e fansave në rrjetet sociale, të cilët i uruan që rinovimi të përfundojë sa më shpejt dhe ajo të fillojë një kapitull të ri në jetën e saj. Aktori i njohur turk, Akın Akıncı, po përgatitet të rikthehet në ekran në sezonin e ri në serialin Dashuria dhe Froni, dhe për këtë projekt ka bërë një ndryshim të madh në pamjen e tij. Për të interpretuar personazhin e Sultan Aleadinit, sundimtarit të shtetit Seljuk të Anadollit, aktori ka transformuar plotësisht imazhin e tij. Ai ka zgjatur flokët, ka lënë mjekër dhe i ka stiluar flokët në përputhje me periudhën historike që paraqet seriali. Pamja e re e aktorit u bë menjëherë një nga temat më të diskutuara në rrjetet sociale. Fansat reaguan me komente të shumta, ndërsa transformimi i tij konsiderohet si një nga detajet më interesante përpara premierës së serialit. Aktori i famshëm Kerem Bürsin dhe këngëtarja e njohur Hadise troqën gjithë vëmendjen gjatë prezantimit të koleksionit Vjeç Dimër 2026 të markës së njohur Dolce Gabbana, një nga ngjarjet më prestigjioze të javës së modës në Milano. Të dy ishin të ftuar special të markës dhe ulën krah për krah në rreshtat e parë të sfilatës, duke u bërë menjëherë një nga çiftet më të komentuara të mbrëmjes. Hadise dhe Kerem pozuan para fotografëve me veshje që pasqyronin stilin karakteristik të Dolce Gabbana. Hadise troqi vëmendjen me një stil modern dhe elegant në nuanca të zeza, ndërsa Kerem Bürsin u vlerësua nga fansat për paraqitjen e tij elegante dhe plot karizëm. Pas përfundimit të sfilatës,
Të dy yjet morën pjesë edhe në një mbrëmje speciale kushtuar ikonës së muzikës, Madonna. Në këtë aktivitet morën pjesë vetëm 30 të ftuar të përzgjedhur, duke e bërë atë një nga eventet më ekskluzive dhe më të përfolura të botës së modës. Paraqitja e Hadise dhe Kerem Byrsin në Milano u komentua gjërësisht në rrjetet sociale, ku fansat vlerësuan elegancën dhe praninë e tyre në një nga ngjarjet më të rëndësishme të modës në botë. Aktoria e njohur turke, Eda Ece, e cila fitoi famë të madhe në rolin e Yıldız Argun në serialin Yasak Elma, ka përjetuar një incident të frikshëm gjatë pushimeve në Bodrum. Sipas raportimeve, Eda Ece u sulmua nga një qen teksa po udhtonte me motocikletë. Si pasojë e sulmit, aktoria mbeti e plagosur në thembrën e këmbës dhe u dërgua menjëherë në spitalin shtetëror të Bodrumit për të marrë ndihmën e parë. Ekipet mjekësore i ofruan trajtimin e nevojshëm në urgjencë dhe fatmirësisht gjendja e saj shëndetësore është e mirë. Pas ndërhyrjes së mjekëve, u konfirmua se ndodhet jashtë rrezikut dhe po rikuperohet. Eda Ece, e cila është e martuar që nga viti 2023 me basketbollistin Bugrah Tunçer dhe është nëna e një fëmije, i shqetësoi fansat me këtë ngjarje. Megjithatë, lajmi se ajo është në gjendje të mirë shëndetësore i qetësoi të gjithë. Ky incident u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, ku fansat i dërguan aktores mesazhe të shumta mbështetjeje dhe urim për shërim sa më të shpejtë. Marrëdhënia e aktores Hafsnur Sanca Katun dhe aktorit Kubilay Akan ka qenë prej kohësh në qendër të vëmendjes së mediave roz. Gjithçka nisi kur Hafsnur deklaroi në një intervistë nuk kishte mbetur asnjë mashkull përreth. Pak kohë më vonë, ajo konfirmoi lidhjen me Kubilay Akan, duke thënë me humor, thash se nuk kishte burr por gjeta të duhurin. Në muajin shkurt, u përhapën zëra se çifti ishte ndarë. Dyshimet u shtuan pasi ata ndaluan së ndjekurin njëri tjetrin në rrjetet sociale dhe fshin fotografitë që kishin publikuar së bashku. Në atë periudhë qarkulluan edhe thashe themet për tradhti, por ato nuk u konfirmuan kurrë. Ndërkohë, emri Hafsnur Sanca Katun u përfshi edhe në thashe themet që lidhnin aktoren në një krizë të supozuar në martesën e kolegut të saj, Selahattin Pashali. Megjithatë, Selahattin Pashali dhe bashkëshortja e tij, Lara Pashali, reaguan publikisht duke deklaruar se akuzat për tradhti ishin të pavërteta. Pas rreth 3 muajsh larg njëri tjetrit, Hafsnur Sanca Katun dhe Kubilay Akan u panë së bashku në krah të njëri tjetrit, duke i dhënë fund zërave për ndarje. Më pas ata rifilluan ta ndiqnin njëri tjetrin në rrjetet sociale, gjë që konfirmoi edhe më shumë pajtimin e tyre. Sidomos mjaftonte kjo, çifti do të ndajë edhe ekranin. Hafsnur Sanca Katun dhe Kubilay Akan janë protagonistë të serialit të ri Merçan Koshk, i cili po xhirohet në rrethin e Tarsus të provincës Mersin. Ky projekt konsiderohet një nga serialet më të pritura të sezonit të ri. Fansat janë të emocionuar jo vetëm për rikthimin e çiftit në jetën private, por edhe për kimin që pritet të sjellin së bashku në ekran.